Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit mëshiruesit. Në këtë njësi mësimore, siç e shohim, do diskutojmë për emrin hadha, që në gjuhën shqipe do me thënë ky. Nga shqiptimi që e bëjmë, e hetojmë se pas shkronjës h kemi dhe një elif. Pra, kemi një zgjatim. Themi hadha dhe nuk themi thjesht hadha. Megjithatë, nuk është që ky elif shkruhet në formën që e kanë vendosur në anën e majt, por zakonisht shkruhet siç e kanë vendosur hadha në gjuhën arabe nga ana e djathtë. Për kufizimi thot kështu: ismu isharatin lil mufradil mudhakkaril qaribil aqili wa ghayril aqil. Pra, hadha, ky, është një përemër dëftor që tregon për njëjsin e gjinisë mashkullore që ndodhet afër, qoftë i logjikshëm apo i palogjikshëm. Do me thënë, kur duam t'i referohemi një gjëje që së pari është në numrin njëjës, është e gjinisë mashkullore dhe ndodhet afër nesh, çdo herë i referohemi me këtë përemër, pra hadha. Në gjuhën arabe, fjalët ndahen në 3 kategori, që ne i themi në gjuhën tonë shqipe pjesët e ligjëratës. Në arabisht kemi ismun, emri, fi'lun, folja dhe harfun, do me thënë pjesa. E kemi diskutuar, apo do e diskutojmë insha Allah, dash Zoti i lartësuar edhe në vazhdim të mësimeve. E rëndësishme, ne kemi përkthyer përemër për shkak se pjesët e ligjëratës tek ne janë më shumë se sa thjesht 3 kategori që janë në gjuhën arabe. Sidoqoftë, na bëhet e qartë që është një përemër që i referohet njëjsit të gjinisë mashkullore që ndodhet afër, pra për sa i përket gramatikës së gjuhës arabe, qoftë i logjikshëm, qoftë i palogjikshëm. Kur themi qoftë i logjikshëm, qoftë i palogjikshëm, kemi marrë këtu shembuj. Për shembull, siç e shohim, nga ana e majt janë të palogjikshëm, nga ana e djathtë të logjikshëm. Kemi hadha rajulun. Hadha rajulun. Do me thënë, ky është burr. Nga ana tjetër, hadha kitabun, ky është libër. Natyrisht është i palogjikshëm. Pra ghayrul aqil. E shohim që në gjuhën arabe kemi vetëm 2 fjalë. Kemi hadha, ky, dhe rajulun, burr. Nuk kemi diçka që përputhet, korrespondon pra me fjalën e gjuhës shqipe është, që është një pjesë e foljes janë. Por që nën kuptohet, pra kur themi hadha rajulun, ky është burr. Gjithashtu kur themi hadha kitabun, ky është libër. Kemi marrë edhe nga një shembull për të dyja rastet, pra edhe kur është i logjikshëm emri, por edhe kur është i palogjikshëm. Kemi marrë fjalën fëmijë dhe fjalën der, natyrisht në gjuhën arabe. Themi hadha waladun, ky është fëmijë. Pra hadha waladun, ky është fëmijë. Dhe nga ana tjetër kemi hadha babun, kjo është der. Përse këtu e kemi shkruar kjo, kur dihet se kjo i referohet diçkaje që është në gjinin femërore dhe jo mashkullore. Natyrisht e kemi përshtatur sepse në gjuhën shqipe fjala der përkon me emra, do të thënë që janë në gjinin femërore, për sa i përket gramatikës së gjuhës shqipe. Pra, çdo herë dim se hadha tek gjuha arabe i referohet gjinisë mashkullore. Pra, hadha babun, kjo është der. Lusim Allah në lartësuar subhanahu wa ta'ala të na bëj dobi dhe të na dhuroj dituri të dobishme, e cila dëshmon për ne dhe jo kundër nesh ditën kur ta takojmë atë subhanahu wa ta'ala. Dhe natyrisht është mirë që ta përsërisim mësimin disa herë, ta dëgjojmë, natyrisht edhe ta shpërndajmë me të tjerët, sepse prej begatisë së dijes është shpërndarja me të tjerët. Shpërndarja e saj tek të tjerët, përhapja e saj dhe të mos mërzit ajo që e përsërit, sepse mund të ëmbëlsohet ajo që e përsërit. Dhe Allahu e di më së miri. Walhamdulillahi rabbil alamin.